Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi edhe sonte në emisionin Bardezi në terminin ton të rregull nga ora 21. I kemi edhe 2 javë të fundit, pra edhe këtë natë, por edhe të enjtën tjetër, ku do diskutojmë me hoxhën e nderuar Ekrem Avdiu, me cilën nuk ndalem duke falenderuar që ka kontribuar shumë për temat që ne kemi vendosur që të diskutojmë këtu në studion e Bardezi. Në këto 2 javë të fundit nuk është të diskutojmë tema shumë të këndshme në fakt, sepse kësaj here do diskutojmë për jetën e Varrit dhe herën tjetër po ju lë të mendoni pak se për çfarë do diskutojmë. Për diskutuar për jetën e Varrit ka shumë të thëna. Në fakt, shpesh ne thojmë kërkush nuk u shkua atje dhe nuk u kthy. Domethënë kërkush nuk u kthy për atje, ti kërkoj falje për këtë gabim që bëna. Kështu që shumë shpesh jemi në mëdyshje, por jo besimtarit e besimit islam, kuptohet, por ky emision nuk është vetëm brenda kornizave të besimit, të besimtarëve të besimit islam, sepse këto tema tashmë i kanë të njohura. Ne synojmë që edhe të tjerët të cilët kanë dyshime, ti sqarojmë sa më mirë dyshimet dhe të mos ketë keq kuptime dhe të keq interpretohen nga ata të cilët realisht nuk janë besimtarë të besimit islam. Hoxh, i nderuar, faleminderit shumë që jemi neve. Faleminderit. Një tim pak e rënë, sepse e thamë që ma herët kena diskutuar për shpirtin edhe më shpirti, kur të menojna jetën e Varrit, por nis nga aty, nis prej aty kur vorosemi, apo nis nga aty kur shkruhet që do të lindemi? Më lejo të them një gjë për të filluar bisedën gjithsesi. Se po i thu edhe jetë edhe e Varrit e dikush e ka vështirë të orientohet, thotë çysh ka mundësi edhe kur të vdesim edhe hala po i thotë jetë. Në të vërtetë jemi duke folë për gjëra të cilat nuk janë të prekshme për neve. As shpirti s'është i prekshëm. Po, as shpirti nuk është i prekshëm. Nuk janë të eksperimentueshme, nuk janë gjëra të cilat u nënshtrohen të gjitha logjikave të përbotshme. Janë thjesht gjëra në të cilat duhet të besojmë. Okay. Edhe nëse arrim vetëm këtë formulë të aplikojmë, pastaj edhe sqarimet të kufizume janë gjithsesi që i ka dhënë Islami. Jo që janë të kufizume se Islami s'ka përgjigje, ato janë të kufizume për shkak se neve na i sqaron disa gjëra sa me na mësu çysh me besu, pjesën tjetër e lënë të pasqaruar për me na sprovu, apo besojmë as po besojmë. Sikur dikush që e ka një sekret ose një informacion, edhe të thotë ty, a jetu më besu? Po, rerat. Edhe që ki besim të ai person, pavarësisht pse si tu i ditë informacionet, është kështu apo jo. E njëjta gjë, domethënë është sprova e besimit në përgjithësi te feja islame, që e ka vetëm një verifikim do të bë. Për a me besu, a mos me besu jo, a e ka thonë Zoti? Po, nëse e ka thonë Zoti, ne besojmë se çashtu do të më kanë. E tash Zoti e ka thonë nëpërmjet shpalljes, ose e ka thonë nëpërmjet Kuranit, ose e ka inspiruar pejgamberët në përgjithësi, po të fundit prej tyre Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe na e ka thonë neve nëpërmjet tij, është fjala për ato që është transmetuar në mënyrë autentike. Te njeriu dhe jeta e tij çka ndodh në momentin që ne ndahemi nga kjo jetë. Po e shpjegoj shkurtimisht, e pastaj hapësira e mbetur është edhe për pyetje edhe për sqarime shtesë. Ne ekzistojmë edhe llogaritemi si qenie e gjallë prej atij momenti kur domethënë në trupin tonë është fry shpirti. Kjo ka ndodhur duke qenë ne në barkun e nanës, secili prej neve. Edhe ne jemi të gjallë pikërisht për shkak se ky trup funksionon në bazë të prezencës së atij shpirti. Kjo është jeta. Edhe kjo jetë e kësaj bote do të përfundojnë në momentin që ky shpirt ndahet nga trupi. Por këta do të vazhdojnë të s'po them të jetojnë, por të ekzistojnë. Tash të ndara, ajo që ne e quajmë vdekje, çka ndodh e përmendën në fillim the, a fillon jeta pas vdekjes në momentin e varrimit, pse varrosemi? Për shkak se origjinën e kemi prej tokës. Prej dhejt, edhe aty duhet të kthehemi, edhe sepse aty e kemi vendin, edhe nuk as ka me pas kur, sa të ekzistoj jeta me njerëz, nuk ka trajtim më të mirë se sa varrosja e njerëzve të vdekur. Mund të imagjinojmë, mund të tingëlloj e pakëndshme si bisedë, por megjithatë sikur ta imagjinonim hipotetikisht me ilon të vdekunit, për zonë, në frigorifer.
ose mi balsamos, që ka teknika ndoshta të balsamosit. Kemi që edhe i djegin. Po, ka dhe që i djegin, jo se kam qëllimin të ata, mirë, po për shembull, i afër me gjyshja, nana, baba, me elon dikon, që me e pa ndonjëherë me ushmall me te. Duket ka shumë shoqëni që i lojnë. Po ka, po nuk është dominante kjo në Në zonat të thella praktikën. nuk e di ku, kam pa dokumentar që i lojnë, madje bojnë edhe nuk e di do ditë të veçanta që i anin, se po më duket pak e trishtueshme. Për këtë arsye po them është e pakëndshme. Më e këndshme edhe më e mira, cila është, ajo që na ka mësuar Zoti. Sado që e ke dashur shumë një person, por në momentin që trupi dhe shpirti i tij ndahen, ne me nxitim kur them, jo ashtu shpejt pa u verifiku vdekja, mirë po me preferenca të Islamit, do të shkohet me procedurat e varrimit. Pse? Se trupi i takon tokës. Shpirti çka bëhet me te? Do të ta pranojmë ato që i kemi pranuar javën e kaluar, fare pak dim për shpirtin. E po ajo fare pak është pikërisht ajo që na ka mësuar Allahu, edhe që na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se shpirtin vinë e marrin me laçet. Secilin shpirt. Në momentin e vdekjes. Edhe atë në çfarëdo forme të vdekjes. Dikush që vdes, që i themi ne vdekje e natyrshme, ose për smundjes, ose për aksidentit, ose Zoti na ruaj për luftës, ose për të gjitha ato. Është i vetëdijshëm në çata sekonda njeriu që me laçet po ja marrin shpirtin? Po. Dhe nuk, do më thonë... Mirë po, unë s'di me tregu sa sekonda, jo, më lejo ta them këtë, nuk di me tregu sa sekonda zgjata, jo. Sa sekonda zgjata? Dikush, ndoshta ti dikush zgjat pak ma shumë edhe kemi të gjuhë raste. Mu shumë ka ndodhë me përjetu, kom pa njerëz të vdekë, kom pa prindrit e mi të vdekë, kom pa edhe njerëz tjerë. Po s'm ka ndodhë me përjetu asi raste kur për shembull i ka thonë mos më ngocni se s'ka kurrë prej meje ma. Ka pas raste që vetë kanë thonë, Po, vetë kanë deklaru, ka plot njerëzit dinë rastet këtilla. Thotë, as te mjeku mos më qani se une, do më thonë, e kam vdekjen afër. A janë parandjenja, a janë paralajmërime, prap nuk e them dot, nuk di me sqaru. Ama a e shohin edhe e përjetojnë gjithsesi, madje është prej mëshirës së Allahut fuqiplot që nuk na ka sprovu me përjetu vdekjen 2 herë, po vetëm 1 herë. Se s'ka përjetim më tronë se vdekja. Ne shohim, themi, o filan dhimbja, o filan përjetimi, o dhem shpirti, o dhem kjo. Vdekja është përjetimi më i rëndë. Mirë po, pastaj edhe aty nuk e përjetojnë gjithë njëjtë, për arsye se vdekjet e shpejta është përjetimi më sado i rëndë që tjetë, po kalon më shpejt. Shpirti, megjithatë, ndahet prej trupit edhe ai shkon me vazhduat rrugtimin e vetë që ka para pas Zoti fuqiplot. A bën vesh një pyetje më fal se po ndërprej se kur po thu shpirti ndahet pi trupit, tash ma përpara hoj ka ekzistuar shpirti a trupi? Shpirti në barkun e nanës, apo? Apo edhe ma ka ekzistuar shpirti edhe ma herët se sa? Po, si mas gjitha gjasave shpirti është më i përjetshëm. Ma herët i kriju. Se mas i pëndohen këto dyja, pra i bjen që në një moment i ka bashku krijuesi, po këto prap i kanë komplet ekzistencat autonome, sakt. Po, unë konsideroj se shpirti... Po i bjen që trupi takon kësaj bote, por shpirti është për tej. Sigurisht. Edhe ekziston më herët. Se nështë pak filozofia thellë, po... Unë edhe kur të regojmë, i rezervum, mundohem gjithmonë me e thonë vetëm atë që e di prej leximeve të mia, ajetet Kuranit, dhe nuk kam dëshirë të thellohem shumë edhe të komentojnë këtë aspekt, se funit sprova jonë si besimtar musliman tash po flas. Nuk jam të folë si shkencëtar, nuk jam të folë si si filozof. Besimtari musliman sprovën e ka çdo gjona me i besu që ashtu që i ka thonë Zotë. Pa vetë shumë. Jo pa vetë shumë, edhe me vetë, mirë po prap me atë parimin e besimit me e pas parasysh. Po, normal. Jo të zbërthimit, jo të eksperimentimit. Se edhe po deshëm, nuk dim me bë diçka më shumë. E kanë pyet një hoxh, kjo edhe pak si batut, i kanë thonë ka del shpirti. Edhe ai hoxha për me thjeshtësu ka thonë kur ti vesh pijamat me flajt, kallzon ti mu ka hyrë në gjumë, unë ta vazhdoj të kallzoj ka del shpirti. Do të thonë janë gjëra të cilat ne i përjetojmë, po nuk i zbërthejmë, nuk i shpjegojmë.
pse na thonë tutuni prej natës së vorrit? Çka thot feja islame? Cilat janë mësimet islame për këtë pjesë? Sepse zakonisht në fenë islame jam e prirur me marr më shumë ju si frikë, po si me përvecu diçka si ngushëllim, si dashuri, si sharem, si udhëzim. Si udhëzim, diçka që është më e mirë se sa frika në fakt, sepse nuk duhet që diçka me pranu për shkak të frikës, po për shkak që dëbindjes. Po, se feja nuk thirr me pranu në dhunë. Sakt. Për atë arsye, pse thonë tutjuni natës vorrit, realisht më e saktë është me thonë përgatituni për natën e vorrit. Çish më përgatit? Çish më përgatit? Çfarë na ka udhëzu? Në këtë jetë, çish do të më përgatit për natën e vorrit? Me jetu mirë, në radhë parë me jetu si njeri, masanej me jetu si besimtar. Masanej me u mundu në maksimum, me la që edhe i përkrym zbahësh gjithsesi, po me u mundu maksimum me urujt prej gabimeve, sidomos atyre të qëllimshmeve, se ato të pa qëllimshme edhe s'ki qësh me urujt, se ato ndodhen me spontanitet. Edhe me bo vepra të mira sa ma shumë. Edhe ai i cili jeton mirë, ai edhe vdes mirë. Ai i cili vdes mirë, ai edhe rinjallët mirë. Ai i cili jeton faqebardh, vdes faqebardh, rinjallët faqebardh. Edhe e kundërta. S'po tu me e përmend tash anën e kundërt. Po të kuptoj. E çysh me u përgatit për natën e varrit? Çka do të thonë me vdek mirë? Me jetu mirë. Çush është një vdekje e mirë? Ndonë se vdekja, okej, po... Vdekje e mirë është mos me pa u bo horë. Okej. Ta është të themi kështu. E kuptueshme. Njerit që vdes duke bo punë të mirë. Edhe një njerit që vdes duke vjedh. Ose duke bo grabitje, ose... Se para 2-3 javësh po është vdekja në vendin e punës dhe... Vdekja në vendin e punës... është shumë e rënë që familjari... Po është vdekje e mirë. Vdekje e mirë. Po. Për çfarë arsye është vdekje e mirë? Për arsye se ai ka shku me punu me halal, me ndjerës. Tash çaj njeri ka vdek duke punu punë të ndershme, të lejushme, halal, edhe në, si me thonë, me motivin ma fisnik. Për me siguru një jetë dinjitetshme për vetë edhe për familjen e vetë. Tash para me ndo qaj, jo ai njeri, po një njeri tjetër, i cili s'po donë me punu me nderë, po donë me punu me punë të këqia. Mirë, pa jep shumë sqarime, se po kam shumë nevojë me rujt për emisionin e ardhshëm të javës tjetër, po the që si vdes, ashtu edhe ringjallësh. Nëse vdes duke punu, nëse vdes në aksident, çush është kjo ringjallë? Ja, po a ke vdek me faqet bardha, me faqet zezë. Okej, që kjo është. Që ta kemi... Nëse vdes me, për atë arsye thash fjalinë e dytë, jeton faqe bardhë, vdes faqe bardhë dhe ringjallësh faqe bardhë. Pa karën, kush janë të vdekunit ma të admirueshëm? A janë dëshmorët? Po. Pse? Po ata kur vritën, unë kam pa dëshmor të kërkoj falje, sinqerisht, të deformum, për shembull, goditja e plumbit ose granatës në kokë. Njeriu mundet mos me identifiku, mirë po ajo nuk e pakson faktin se ajo është dëshmore, dhe sa më e madhe të jetë sprova e tij, aq më i madh do të jetë nderi edhe shpërblimi i tij te Zoti fuqiplot. Po dëshmorët pastaj këtë jetën e varrit që jemi duke fol për to, e sprovat e saj, nuk i përjetojnë fare. Zoti i kursen për shkak të asaj sakrificë të madhe që kanë bërë. Po. Çka është përjetimi i jetës së varrit? Është veç një natë e varrit dhe më pas nuk dihet se çfarë ndodh me ata shpirtra, apo çush jeton një jetë? Sipas asaj. Po sipas mësimeve islame. Po, sipas asaj që na ka mësuar pejgamberi, na ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra njeriu kur varroset, shkon me laçet edhe e marrin në pyetje. 3 pyetje kryesore janë, cili... Me njëherë momentin si të varrosin dhe shkojnë xhamati prej... Jo, hala ndoshta pa shku xhamati. Momentin që mbulojnë me dhe, ndodh kjo. Po tash nëse themi e mirë, e ata që nuk varrosen, për shembull është mbyt dikush në deti edhe s'është gjetë kufoma e tij, ose u mbyt ku do të qofte, s'është gjetë me ditë, me vite kufoma e tij. Ka që është e njëjtë. Edhe ajo duhet me qenë e njëjtë. E çysh ndodh? Prapë them, s'di me shpjeguone. S'di me shpjegu se ndodh. Me laçet shkojnë, e marrin pyetje, cili ishte Zoti yt, cila ishte feja jote, cili ishte i dërguari yt. Edhe besimtari ka përgjigjet e duhura se ka jetu... Brenda në varr. Po, brenda në varr. Kjo ndodh brenda në varr, okej. Ka jetu me ato përgjigje. Zoti im është Allahu, feja ime është Islami, edhe pejgamberi im është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tashun, kur I shpjegoj këto gjëra, gjithmonë kam dëshirë me I lidh
se do të ishte për një mend nuk është se po ndihem komod duke fol për këto gjana në një televizion, jo për diçka, po për shkak se na ndjekin njerëz që nuk kanë kalu si me thonë, nivele tjera të sqarimeve të islamit për me mërrit të kjo që me gjithatë është i avancum. Hoxhë nderu, vetë kemi diskutuar që më afër kemi vdekjen se sa absolutisht unë e respektoj në plotni përzgjedhjen, se përzgjedhja e temës për me qenë korrekt ka qenë prej anës juaj, edhe e respektoj në plotni këtë punë. Pra që se është temë që me gjithatë duhet me u diskutu, po duhet të them se duhet me e lidh me tash derisa po flasim çka na pengon me rajt, çka na pengon me fol fjalë të këqija, me dezinformu, me shpif, çka na pengon me pengu dikën. Një person që nuk është këtu prezent në mesin tonë, edhe na me marrë edhe me bo për 5 parë. Talje. Çka na pengon? Na pengon pikërisht fakti se kjo çka bëjmë ne sot këtu, do të përballemi me te në një moment të caktuar. Njerëzit përballen me drejtësi edhe në jetën e kësaj bote, mirë po drejtësia e kësaj bote është shumë e kufizuar. Po ka shumë kemi idenë se ç'është kena më përballë me drejtësinë. Mirë po drejtësia absolute, drejtësia e Zotit, ajo është absolute. Edhe në jetën e varrit fillon aplikimi i asaj drejtësie. Aplikimi? A nuk është sikur stand-by? Po është stand-by, është në pritje, po nuk është pritje do si do. Nuk është pritje, nuk presim ton jetë. Thotë shpirtit pasi të kryen ato procedurat e marrjes në pyetje, duke qenë në varr, thotë shpirtit i hapet një dritare. E thash nëse ka qenë shpirti njeriu të mirë, thotë ai e sheh vendin e vet në xhenet. I zgjerohet varri. E sheh vendin e vet, i vije freskia, i vije aroma e këndshme, i vijnë përjetimet e mira. A ka ndonjë lidhje me botën tonë? Shumë pak e hiç. Çka ka pak? Për shembull, çka mundet me lidh të vdekurin me botën tonë që ne jetojmë të gjatë? Veç ai vend ku është varros. Veç varri. S'ka lidhje me njerëz të përgjithësi ose shpesh kur thojmë një sukses ja dedikojmë për shembull babait të ndier, apo edhe mundohemi sikur me i çu. Jo, është mirë një dhuratë. Si mi çu dhuratë. Po, sikur mi çu fjala, dhe më thon o Zot apo më sheh babi çka kam arrit. Është mirë me u lut. Është mirë me u lut. A e dini vdekurit që të lut për ty? Lutja kur i shkon, tash do ta përmend edhe atë, vetëm dhe ti shkojmë me radhë. Shumë kurioze I hapet një dritare, edhe ai sheh vendin e vet në xhenet. I vinë përjetimet, i sheh pamjet, sikur edhe ne nganjëherë në pamundësi për me shku dikon, i shohim disa pamje ose në televizor ose dikon tjetër. Sheh të qartë apo vetë ku do të jetë. Po, patjetër. Edhe çka bën? Ai thot o Zot, bën e kiametin. Se ai e din se atje ku e ka venin s'mundet me shku pa u bë kiamet, o Zot bën e kiametin. Edhe e kundërta ai tjetri thot o Zot mos e bëj kiametin, se është e tash lutjet që ne i bëjmë për të afërmit tonë, për dashurit tonë, ose realisht ata a komunikojnë me neve? Jo. Na a mund të komunikojmë me ata? Po, indirekt. Qysh? Me lutje? Me lutje. Japim sadaka në emën tyne, atyne u shkojnë sevapet. E din, falë se është një temë shumë sikur jina të folë diçka që është surreale, po a e din ata kur na bojmë diçka për një tyne? Sigurisht që ju shkon përjetimi i këndshëm. Është një transmetim, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot kur i shkojnë sevapet një personi të vdekur edhe thot o Zot ka këtu sevape, s'po mdoket, s'po i njoh, se njeri i njeh punët e veta. Thot kjo është për shkak se fëmijët tu bojnë istigfar për ty, kërkojnë falje prej Zotit për ty. E tash kërkim falja, duaja, lutjet e ndryshme, edhe bamirësitë e ndryshme që bëhen në emër tyne. Pra, ne si fëmijë kemi ende gjasa që ndoshta sa do pak ta lehtësojmë pa pik dyshimi, realitetin që nis pas vdekjes. Pa pik dyshimi, po përveç asaj, unë mendoj se është një gjë e cila lidhet edhe me realitetin tonë. Ne si fëmijë, si pasardhës të atyne që kanë kaluar në përjetësi, çka do që të bëjmë mirë, atyne ju shkon sevapi, atyne ju shkon vlera. Pse? Se ata na kanë lënë neve mbrapa, ata janë faktorë që ne jemi çështa. Zinxhiri vjen. Zinxhiri vjen edhe është edhe ndikim që në Islam, te Zoti fuqiplot, te Zoti i gjithëmshirshëm Allahu, veprat nuk vlerësohen thjesht veç nuk kemi një matematik kaq edhe kaq bojnë kaq. Matematika hyjnore është pak më ndryshe. Është për shembull prindi që të ka eduku, çdo vepër që ti e bën i shkon edhe atij sevap. Mësuesi që të ka mësu,
Çdo vepër që ti e bën i shkon. Po mandej kum pas që se vapa edhe pas vdekjes së personit I cili ka lënë diçka që I shërben jetës së kësaj botës. Njerëzve u bën akoma dobi. Po. Për shembull xhamin, kur e ndërton, ajo është çka do të qoftë që shkollën, rrugën, shtëpinë, një kru uji që dikush shihen punë komunitetit. Absolutisht. Krejt ato janë se vape që vazhdojnë deri në i thonë sadaka rrjedhse. Se vapet se desha është kjo fjala e duhur që muj me përdor. Kjo. Mirë, po përveç asaj që është tash për shembull na folëm që nuk folëm fakt, po du me fol I vdekuri kur është duke o vëros, unë kam dëgju që aje kuptan që po e vëros, e kuptan që ka hadith e thot edhe I dëgjon edhe hapat e njerëzve, po. Ajo që është, po, e vërtet është kjo, mos e ban, mos jep shumë hapësirë kurreshtjes për me bo pyetje, se unë për vete ato që ka ditë do ta them, ato që ka nuk e di nuk më vjen hiç marrë, me thonë nuk e di. Po kisha pas qef që biseda jonë me shku në një kahje, që neve si të gjallë, jo ka shdëmshme, gjithsesi, po se funit, do më thonë jo kemi bërë shikuzve që do më thonë sa ma konkret me qenë me ta. Jo, më lejo ta përmende një hadith se mendoj se na qetë në rrugë shumë mirë. Thotë kur të vdes njeriu e përcjellin 3 gjana. E përcjell, thotë familja, e përcjell pasuria e tij edhe e përcjellin veprat e tij. Ato dy dhe të vare shkoj, për shembull, familja veç dhe të vare. Sa do që e kemi dashtë, babën, nonën, kërkosh nuk jënë në varë me te, për çfarë arsye? Së është e natyrshme. Ai ka vdek, ti je I gjallë, I vdekun e thonë me të vdekun, I gjallë me të gjallë. Edhe pasunia e ti kthehet, ndoshta me kerën që e ka ble vetë, ose me parët që I kalon vetë, dhe më thonë mbulohet ceremonia e varrimit. Ndërsa me te jetë vepra e mirë. E tash vepra e mirë është shoqëruesi ma besnik, jo se familjarët nuk të duan, po edhe me tash s'kan çka bojnë ma shumë, ndërsa vepra është shoqëruesi ma besnik të cilit I shihet hajri në vazhdimsi, kur nuk përfundon mirësia edhe reflektimi I veprës mirë. Edhe unë mendoj se krejt kjo temë, prej fillimit deri në fund, edhe me gjithë ato biseda që mundëm me I bën ndoshta me 10 orë, s'do të kishte kuptim edhe besimi jonë në jetën varreza dhe në botën e përtejme s'do të kishte kuptim sikur të mos ishte pikërisht që kjo lidhshmëria konkrete me përmirësimin e veprimtarisë tonë. Që ne të bëhemi më të mirë, që ne të bëhemi më të sinqertë, që ne pse ekzistojnë dënimet me vdekje, si dënime kapitale, dënim material në botë s'ka se dënime me vdekje. Se çaj dënim me vdekje, ai I cili nuk e beson përjetësinë, atë e ndal e stopon nga krimi, nga keqbërja, pikërisht ky dënim me vdekje. Për besimtarin është shumë më lehtë se sa sankcionimi me ligjet caktume. Ne kur besojmë se Allah I plot fuqishëm është edhe I gjithdijshëm, edhe na shet çka bëjmë, edhe mbikëqyrja e tij përfshin çdo gjë. Realisht ne nuk e kemi shumë problem ligjin, për arsye se atë s'do ta shkelim jo për shkak të ligjit, po s'do ta shkelim për shkak të mbikëqyrjes hyjnore. Edhe në këtë rast, domethënë, besimi e lun një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm. Edhe që njerëzit të përmbahen, se fundit edhe besimtari është njeri. Edhe besimtari ka anim, nganjëherë ka e keqja, ka krimi, ka kjo, mirë po ndalet. Edhe besimtari ka absolutisht. Ndërsa në anën tjetër, besimi e ka një nxitje të fuqishme, me një energji të pashtershme, ka hemira. Për arsye se njerëzit kur e din, valla nëse një gotë ujë kimi ia dhënë dikujt për me e pi, e din se Allahu ka me të shpërbly. Atëherë ti nuk heziton, për shembull, jo një gotë ujë, po I kemi disa aksione, I shohim kanjëherë në rrugët tanë, disa trinë, blejnë ujë edhe u japin njerëzve në ditë me temperaturat lartë. Bravo, u japin njerëzve për të pi ujë të freskët. Ata nuk janë fukara në rrugë, sa ndoshta është të vozit Mercedes. Mirë, po se ka të letë me undale dhe e delë në semafor e hep një shishe ujë edhe ai e bën një vepër jashtëzakonisht mirë. Kjo kur nuk e di ku e hup edhe kur e fiton se vapën. Ku e hup, realisht më në mend. A mujna me ditë? Po se... Ka njëherë të dësëbina. Veç do t'jemi të kujdesshëm. Tash, hajtë të themi ku mundesh me e hup. Mundesh me e hup nëse e pendu për veprës të mirë.
me je pendu, po t'ingëllon pak jo praktike. I kero pishpon pak që keni mund dikujna. I thu dikuj, valla, s'ki fajti, unë kam fajt që të kom bo kështu. Edhe në moment nervoze kur e thu që pjesë? Po, s'është mirë me e thonë. Është mirë që ne të përmbahemi edhe në moment nervoze. Pse? Për arsye se shifte ne ekziston edhe e logjika, thotë ruje për ati që i ke bo mirë. Se ta këthen me të keqë. Nuk është. Ose kena këtë pjesë, Zoti ta kthejf si insani problem. E po mirë, te e mira, Zoti ta kthejf kjo është e mirë. Për arsye se për një mend Zoti është problem ma shumë. Problem, Po edhe ma mirë është mos me prit prej insanit. Nëse nuk pret prej insanit, atëherë nuk do të zhgënjesh. Po edhe nëse tregohet mos mirë njas, ti nuk bosh pishman pse i ke bo mirë. Zbanas atëherë. Po nuk është mirë, për arsye se te humbve. Po mirë, le, ja, do të me u kontrol, do të me u vetë përmbaj. Besimi, realisht është ai i cili e rregullon këtë çështje. Jo, e rregullon, po edhe e fuqizon vetë përmbajtjen. Pse s'bojmë, pse s'revanshohemi, pse nuk hakmiremi ne. Ndonjëherë dikush e meriton s'po di qysh me e trajtu, po se bojmë për arsye se ne njerëzit qysh i trajtojmë. Ne kemi raportin me Zotin. E para, edhe e dyta ne njerëzit i trajtojmë, jo që meritojnë, po i trajtojmë që na ka hije neve. E këto dallimi shumë i madh. Kjo tregon më shumë për neve se sa për personin që e kemi përdorur. Sakt, dallimi është shumë i madh, se neve na ka hije me usill mirë. Ai e meriton me usill keq me të, po i thoti, ja unë s'muj me usill ç'pe meriton ti se unë jam tjetër nivel. Mirë, na e mësum, në fakt e dim, as si besimtar këto tri pyetje që po në jetën e varrit, e dim që po na hapë dritarja dhe po shohim. Çka dim tjetër për kësaj? Është, domethënë, koha është e njëjtë, sikur të na një vit është një vit edhe atje. A kem diçka informacion për këto? Unë e di që po rezervohesh pak për këtë pjesë. Jo, vallai s'po rezervona, po nuk e di, nuk e di. Koha mendoj që është e njëjta, koha është e njëjta edhe çka folëm deri tash, është që fillon çështo dhe ai vazhdon çaj përjetim çashto derisa të bëhet kiameti, po përjetim. Derisa sa të bëhet kiameti, po ti ke pjesa, po jesim te këto që njeriu veç e ndjen edhe ke dëgjuar që e ndjen. E kemi diskutuar pak më herët, po edhe te pjesa që është vëndështa me bo një vepër të mirë edhe në moment të fundit jetës tënde. Bravo. Kjo është një pyetje që mendoj se ka refleksion shumë interesant në jetën tonë. Unë gjithmonë po insistoj që ne ta bëjmë pyetjen edhe ta shtjellojmë besimin me një refleksion konkret, se përndryshe s'do të kishte kuptim as besimi. Nëse është vetëm me besu që ashtu edhe s'ka ndonjë refleksion konkret, edhe s'ka ndonjë përmirësim në jetën tonë, atëherë nuk do të ishte vetëm ngarkesë e zemrës dhe trunit tonë pa nevojë. Deri kur mund të përmirësohemi? Po. Kjo është pyetja më duket. Po. Deri kur nuk është vonë me bo vepra të mira na? Islami jep një përgjigje interesante, dhe unë po e thjeshtësoj shumë që ta zbërthejmë së bashku. Derisa të mos bëhet kiameti, ka mundësi të bëhet përmirësime dhe të bëjmë vepra të mira. E kur bëhet kiameti, tash bëhet pyetja, kiameti ka dy manifestime. Ka manifestimin individual. Për secilin prej neve, kiameti është... I madhe dhe i vogli. Bravo. Kiameti i vogël, që individual, është kur vjen shpirti me dalë kërhama e fundit në fyt, që në një farë mënyre aty veç njeriu kam rinë prag, se vdekja është pragu. Po. Ai që vdesë ka kalu pragun prej kësaj bote në botën e përtejme, dimenzionin tjetër. Derisa s'më rinë prag, qoftë edhe, tash hipotetikisht po them, 5 minuta, 10, 20, gjysore, para se me vdek, o pendu, o Zot, nëse kom ymër, kom e vepru mirë, po hjek dorë për veprave të këqija, deri sot s'kom ditë me të besu prej sot po të besoj, kështu me radhë. Mas gjysore, nëse e ka vdekjen, që ky njeri themi ka përfundu mirë. Pse? Për arsye se ne nuk e kemi në dorë, po edhe nuk e dim se edhe sa na ka mbet jetë. Si rrjedhoj e kësaj, për sa na ka mbet jetë, s'kemi përgjegjësi. Por çka do të bëjmë me pjesën e mbetur të jetës, aty kemi përgjegjësi. Edhe ai i cili vendos që pjesën e mbetur të jetës së vet me e bë mirë, pavarësisht sa i ka mbet, pastaj ky se ka përgjegjësinë e jetë gjatësisë, po e ka përgjegjësinë e përzgjedhjes, e përzgjedhja e tij do të llogaritet se ka qenë. Sa mvaret për ti, pozitive, sa është e fshehtë. E njëjta gjë është me atë kiametin e madh, që derisa të mos e shohim që po bëhen kiameti, njeriu mundet me përfitu. Për atë arsye ka ardhur ato
udhëzimet islame, që edhe ti sigurisht i ke dëgju, thot nëse ndonjëri për jush e ka një fidan në dorë, edhe don me ndru atë fidan me mbjell. Na themi me mbjell, po fidani ndrohet, se fara mbjell. Thot edhe e din, e shes është duke u bë kiameti, le të ndron fidanin. Edhe çfarë? Pse? Për arsye se ti e bën punën me kiametin s'mundesh me enal. I kanë thënë. Kjo varet prej te, kurse e tjetra është. Njëri e kishte pa një plak duke mbjell një fidan të ullirit. E ulliri është pemë shumë vjeçare. Disa dekada duan veç prej mbjelljes derisa të fillon me dhënë fryte. Edhe ai e kishte pa atë plakun, i thotë, çka jetu bo ti? Thotë, po e mbjellin një fidan të ullirit. Po sa vjeç je? Thotë 90 e kaç vjeç. Po thotë, ja pret me hongër për këtij ulliri? Jo, thotë, ndoshta nuk pres, thotë, po ata para me kanë mbjell, unë e kam hongër, tash po mbjell, unë le të han ata pas meje. Kjo logjika mos me i marr gjanat vetëm me peshore vetanake, individuale, unë mendoj se është logjikë jashtëzakonisht e mirë, për arsye se pikërisht kjo pastaj na shtin. Kjo është sadaka rrjedhse. Bravo. Na shtin me të kalu nivelin e egoizmit. Ne e kemi një komplikim serioz, Zoti na ka sprovuar me to, me egon ton. Egoja është ajo pjesa e vrasht, unë e quaj ajo pjesa e errët e brendis ton, e cila s'tlen dikuj as një gotuj mi adhon. Dy kur bashk s'tlen. Po, dy kur bashk s'tlen milion. Pse me e bleun e një shishe uj për mi adhon fillet, le të blena i vetë, që kjo është egoja. Ajo mshira e mbrëndshme dhe zemra e mire u dhëzume, thotë, po mëre, po pse me e piju në vetë ujnë, të konë, vend se me e ble një shishe, i blej dy, edhe një jap dikujt, edhe qështu balansohet jeta. Edhe kjo është ajo që na shërben shumë sidomos në jetën e varrit dhe në këtë pjesë. Ka do që në fakt thonë që do të shkoj, tash në mësimet islame janë këtu, do të shkoj edhe nuk do të ketë shumë vështirësi në jetën e varrit. I bjen këtu veprat e mira që na i bojmë edhe nuk Inshallah, po megjithatë nuk e di kush prej neve e ka atë siguri që me thonë unë s'kam me pas problem, nuk e di. Po me shpresë do të me pas gjithmonë, po edhe një dozë e frikës do të me na shoqëru për arsye se frika na bën të kujdesshëm. E që të frika në problem në raport me fenë, unë e kam shumë problem. Ti e përmende një gjë, jo me të friksu prej fesë, jo me të friksu prej Zotit. Do me mësu diçka për shkak të frikës. Njëri do të me u friksu prej vetës. Po, për shembull, para se me shku një provim ne. Pse mësojmë? Nga dëshira për me e kalu provimin, apo? A na shoqëron ajo frika se mos nuk po e japim provimin. Na shoqëron nervozizëm pak, stres. Po, stres, po. Po pse për shembull kur dalim në trafik mes tjera kemi edhe shenjat të rrezikut. A përdin shenjat të trafikut janë 3 lloje, paralajmërimit, rrezigut edhe kufizimet. Pse kemi shenjat të rrezikut? Veç për shkak se ato shkaktojnë frikë, rrugë e rrëshqetshme, ose kthese madhe, ose kështu me, por dhe pastu kujdesem. Sakt. Edhe pikrisht që kjo është ajo që do të me derivu frikat e ne, me prodhu frikat e ne. Kujdesem. Kujdes. Kujdes për vetën, për të mirën tonë. Realisht, ajo frikë e cila prodhon pesimizëm, ajo frikë e cila prodhon dëshpërim, jo, ajo frikë, ajo s'vjen shprehje. Frika e cila prodhon kujdes. Frika e cila prodhon kujdes, që ajo frikë është. E për atë arsye isha duke thonë, një krejt jemi duke udhëtu ka vdekja, edhe kemi shpresë gjithsesi që Zoti ka me na trajtu mirë, por nuk e kemi sigurin e plot, e kemi një dozë të frikës e cila ka me na bo më të kujdesshëm në veprat tona. Ka na burën që ke pas siguri hoq. Ndonë se për shembull një besimtar, okej, përveç që e dim që të gjithë jemi gabimtar, obligimet e veta fetare i kryjnë. Njerëzve nuk ju bën dëm. Po përsëri e ka atë frikën nga vjeta pas vdekjes. Ndoshta ju bëj dëm, ndoshta ju kumbo dëm se di. Ndoshta... Po kjo pas, e kemi diskutuar shumë shpesh në emision që kjo kur bën dëm edhe nuk e din, nuk është që ngarkohesh, sepse... Jo, s'kemi thonë qështa. A jo? Jo. Në faj se pas në mësimësimin e fundit, po kur bën dëm pa vedije, që nuk e ki qëllimin me bo dëm... Jo, hajtë ta themi edhe kështu. Ke bo dëm me vedije, me qëllim, po ke harru se e ke ngarku dikend, e ke lëndu. Okej, po është kjo që feja na mundëson mi kërku falje dhe dikujna që na kena harru që kena bo, ose që... Po ta mundëson, po si ke kërku, nëse ke harru që i ke lëndu filanin. Po nështë veç me kërku falje vetë, pa i kërku direkt personit. Po ndoshta si ke kërku falje, hisë ka shku merë, që edhe që kjo do të me të shkaktu pak frikë. Okej, harresa dhe më tonë ka frika. Për shembull, je nis me shku dikon, dhe më thonë, ka ra borë, ndërsa ti akoma me gomat verës. A friksosh apo jo?
Bolla e imagjinova që tash nuk di. Friksohesh për shkak se si ke marrë masat me kopërme, ashtu o me mujt me gjetë tash çka që kisha pagu, po me kohë do janë datat e caktuara. Për atë arsye besimtari pse friksohet besimtari, se pyetjen e ke shumë me vend. Besimtari friksohet vetëm për një arsye të thjeshtë, se nuk është i pagabushur. Po. E para. E dyta është edhe fakti se njeriu megjithatë nuk është i qëndrueshëm, nuk ka stabilitet të garantuar asnjëri. Ai ke pa zgjosh në mëngjes me një humor, me një disponim shumë pozitiv. Edhe nisesh me shku në punë ose me shku dikund ose me dal me taku ti kanë. Amo një pamje, një diçka në trafik, një çka po dish që nuk varet për teja. Faktur t'jashtëm janë këta. Svaret për teja, po faktur t'jashtëm. Pikresht. Që duhesh mi menaxhu vetë këta faktur t'jashtëm. Kush po i vun pasoja? Ti i vun pasoja. Ti Si don në trafik, vjen dikush për i mrapa të godet në makinë. S'ki faj, a mo makinën të aprish, ndoshta atë lëndon, që kjo është jeta. Jeta e cila nuk funksionon sipas asaj që ne kemi dëshirë. Funksionon ose sipas asaj që neve na përshtatet. Po funksionon sipas asaj që e ka caktuar Allahu fuqiplot edhe është sprovë. E sprova tash çysh do të me përjetu sprovën. Sigur me qenë, ai po kur udhtojmë me autobus, unë shqipin autobus përveç se në ata autobusat e aeroportit. Po aty ai po edhe ka pak urë se s'ki çare pa u majt, pa i kat nisët edhe kat frenon ti gjithçysh je i stresuar, apo përzohesh apo mahesh. Ç'është jeta. Ose sikur me qëndruan një anije, po dush me qëndru në kamp, jo si anije të madhe që si vren dallë, po ndonjë pak më e vogël, e ku ka dallë gjeshe që megjithatë jeta nuk është. Në jetën e varrit domethënë veç e kuptojmë sa jemi xhenetli apo jemi për rrugën e xhenetit. Shpresoj që po, në momentin e vdekjes e kuptojmë. Momentin e vdekjes e kuptojmë. Mirë. A është shkruar para se me lindna, pra fati jon, a përcaktohet që na kena më shku në xhenet ose në xhenem? Kemi të bëjmë këtu me një gjellëdije, përqendrohu me më përcjell mirë, me vëmendje se do të mundona me e shpjegu mirë, shkurt edhe konkret. Jo, nuk është edhe e paron, po edhe do të më shpjegu mirë, roli jam është me shpjegu. Gjellëdia e Allahut fuqiplot. Do më thonë, s'ka kur gjo pa dijen e tij. Pa dijen e tij, gjithsesi. Edhe pa lejen e tij. Edhe pa lejen e tij. Mirë, ku ndahen çto tash? Prit veç pak. Dhe më thonë, ajo gjithdije i ka parapri edhe ndodhje së gjanave. Tash, Allahu e ka ditë që na kena me jetu në qëtë kohë. Filoni ka me qenë besimtar, dikush tjetër s'ka me qenë, filoni ka me qenë njeri mirë, një tjetër ka me qenë kriminal. E ka ditë Zoti. Pa lejen e tij, ka leju me ndodhë. Si kur të mos lejente me ndodhë, çfarë vlere do të kishte besimi edhe vepra e mirë, nëse Allah do të na detyronte ne të jemi të mirë ose të këqij. Okej, pak e ron. Prit veç pak, mos u got. Stash sharruan. Okej. Edhe pastaj Zoti e ka shkruar. Para se me ndodh, janë gjanat e shkruame. Ne themi të caktuame, po janë caktuame në çet mënyrë. Zoti i ka ditë, i ka shkruar, ka leju me ndodh, ka pas dëshirë, pra me dëshirën e tij ka leju me ndodh, se detyron kërkosh Zotin fuqiplot, mirë po në krejt këtë procedurë, kjo është korniza e madhe, na jemi në atë kornizën e vogël, është makroplani, na jemi në mikroplan, na nuk jemi të privuar prej dëshirave tona, nuk jemi të privuar prej zgjedhjeve tona. Tash dikush mundet me thonë, po une kom jetu 50 vjetë si kështu, tash po du mu kthy marë. A është kjo e caktuar prej Zotit? Është, po zgjedhja është e imja edhe ajo që ka kom vendosur me bë tani unë do të trajtohem për te, do të marrë edhe shpërblim ose do të marrë përgjegjësi. Okej, se ke ideja që nëse veç kemi caktuar çka kemi me bë, atëherë nuk ka caktuar fen, edhe dikon që nuk është besimtari i besimit islam ka caktuar që mos më kam besimtari i besimit islam, atëherë ku është garancia? Caktimi ku është ideja që me shku, na prap kena me shku në xhenet ose në xhenem? Po, pse me shku në xhenem dikush se Zoti ja ka caktuar me kon xhenem li, apo? Po. Për arsye se Allah ja ka dhënë lirinë e zgjedhjes, dhe Allah veç thjesht paraprakisht e ka ditë çka ka me zgjedh kë. Për atë arsye thash do ta sqaroj në mënyrën sa më të shkurtë të mundshme, po e marr një shembull, nuk është shembull shumë konkret, po thjesht vetëm me parafru logjikën. Një prind mundet me ditë se
fëmia e tij i ka do sjellje jo shumë të mira. Po e toleron. Po dia e tij pse ai po e din, s'ashtu e shtia ato me bo keq. Mos me mësu ose me bo sherrë në shkollë ose kështu me radhë. Zoti është kështu. Zoti mbi të gjitha është shumë i mëshirshëm edhe gjykimi i tij absolutisht nuk lë as hapësirën minimale që dikujt me i bë me i hyn hak. Caktimi i Allahut, unë personalisht e kam një teori, jo një teori, po është një shpjegim, e trajtoj për dy perspektivave. Perspektiva e asaj çka ka me ardhur, unë them, Zoti e din çka ka me ndodhur. Perspektiva e asaj çka ka kalu, Zoti ka dashur ç'është me ndodhur, ndryshe s'ka mujt me u bë. Po ne i kemi në të dyja rrethanat përgjegjësitë tona për atë çka kemi zgjedh, jo çka ka ndodhur, po çka kemi mujt me bë na. Mbrana çatyre mundësive që kanë ndodhur. Mundësive. Po, edhe tjetra, besimin në caktimin e Zotit e kemi në mes tjerash edhe për me u ngushëllu për atë çka ka kalu. Ndonjë gjë që ne ja kemi bërë zmetin me ndodh, për mirë, një sukses, një diçka, po ja që s'ja kemi dalë, themi, Zoti pas ka dashur çështë ato. Ose ndonjë fatkeqësi, Zoti na ruaj. E dhëmshme, Zoti pas ka dashur çështë. Për të ardhmen, tash caktimi i Zotit për të ardhmen. A do të takohemi sonte për me bë një intervistë ose nesër? Po do të takohemi me lejen e Zotit, po unë s'muj me thonë tash nesër. Hajtë po rritë të shpia se nëse Zoti e ka caktuar e diqysh më rrinë në studia. Jo, ti do shmi marrë këtë masat, si kur mos me patkon kur gjo e caktume dhe e shkrume. Okej. Pra ka me ndodhë që ka dashur Zoti, mirë, po përgjësia jote është të hizmetin mja. Pra hizmetin do shmi abo. Mirë, për fëmijët hoqë është pak i ndishmi kjo, se për shkak ka shumë nana, e sidomos edhe nana të nkalon me gjyshët tona kanë humbë shumë fëmijët vegjët për shkak që i dim rrethonat ma herët që shkanë qenë. A përballën edhe ata fëmijë me jetën e varrit edhe a ka një uri në fakt fetare për këtë pjesë, ka shkrime fetare edhe tjetra të abortit për shembull. Nështë abortit masi që se e din që është procedurë kur t'i hyn shpirtin, cilin muaj i hyn ose në cilin javë, apo kupton, mandej aborton nana, kemi 3-4 aborte që dikush ka lënë dhe çka ndodh me ata shpirta, edhe me fëmijët që lindin dhe vdesin të vegjël. Fëmijët që vdesin të vegjël nuk kanë përgjegjësi. Po, i kuptueshme. Ata që jetojnë, po nuk kanë, qysh me i qujt me një fjalë më të gëdhendon, s'kanë mendi, ka sprovu Allahu, as ata s'kanë përgjegjësi. Tabula rasa lindë, po, që është i vjetë. E këtu bojnë pjesë edhe disa njerëz që ty stranë mend me pyet për ta, për shembull dikush që ka jetu dikon dhe s'ka pas mundësi me dëgju për Islamin, s'ka pas mundësi me dëgju për Zotin. A person që kesh të pyet, po thash lese e ranë. Është e ranë. Se thash për shembull çka në që taj, po u tërhoqa. Ka dietar që janë mundu me shtjellu këtë temë edhe kanë thonë Zoti i trajton me mëshirën e tij ose Zoti ja u bën një provim, që na ka bën neve provimin e dunjas, ja u bën në ditën e gjykimit. Okej. Cila është për këtyne, unë nuk jam ai i cili i anguli gurin kësaj pune. Te puna e abortit, çka bëhet me ata shpirta që s'kanë përgjegjësi ose që kanë ata përjetimin, nuk di me të kanë. Jo përgjegjësi, kuptohet që nuk kanë përgjegjësi, po për shembull a i takojnë prindrit e tyre ata që të cilët nuk kanë rosin me i njoftë në jetën e kësaj bote. E përmend Allahu në Kur'an një gjë që nuk lidhet drejt për drejt me këtë temë, po ndoshta logjika e parafran. Për ditën e gjykimit, thotë edhe atë ditë kur e varrosura për sgjallje. Atë kujtohet që kemi folur një natë. Po, për vajza. Edhe atë ditë kur e varrosura për sgjallje do të pyetet për çfarë mëkati është mbytur. Ajo pastaj në ditën e gjykimit krejt do të dalin shesh. Krejt do të dalin shesh. Temë tjetër që te aborti, se di e patë qëllimin me më pyet për legitimitetin apo jo, nuk e di, po... Jo, që kjo më ne që shumë e njohur në Islam dhe nuk besoj që avlim, po okej. Se u përmend para hymjes shpirtit, ose unë për vetë jam kategorik për ndalesën e abortit, përveç atëherë kur, do më thonë, ka arsye me ndodh. A ka arsye i bjen aspektin shëndetësor? Gjithsesi, rrezikimi i jetës nanës në radhë të parë. A në radhë të parë është shëndeti i nanës, mandej, në çdo rrethon, në
Po tash kështu po e lënë të përgjithësume, masane aty mundet me pas situata të veçanta ku do të përgjigjet me qenë veçantë. Unë po këtë arsye është shumë e logjikshme që dikush që nuk i ka lexuar dy fjalë për fenë islame, që nuk ngarkohet shpirti po sa lindur dhe ai i cili është brenda barkut të nënës, po e pata idenë që nëse nëna s'ka arrit me njoft fëmijën e vet brenda që ka pas barkut dhe domethënë shkakton abort për arsye të ndryshme, sidomos shëndetësore, atëherë a ka rast që nëna me njoft fëmijën e vetë? Situatat e këtilla janë sprovë, edhe çdo non, edhe çdo prind. Jo, po du me lidh me diçka tjetër, çdo non që sprovohet gjithsesi që ka me u shpërbly për sprovën që e ka pas. Kjo mirë, domethënë sprovat e rana. Mirë, Hoxhë nderuam, faleminderit shumë se me kaq pak ndoshta që dim për jetën e Varrit, jemi mundu pak, kurioziteti jam është më i madh se sa kjo se ç'a di. Gjithsesi njeriu është qenie kurioze nga natyra. Duke dia gjuna kjo pjesa më ka shumë kurioze. Me pas qef me ditë nuk ka gjuna, s'u ka gjuna kur. Po, kanë kemi kufizuar do çështje, kështu që faleminderit shumë. Faleminderit. Të nderuar shikues, faleminderit edhe juve që na ndoqët, bashkë do të shihemi javën tjetër. Mirëmbëjtje.